Në një takim elektoral në Velipoj, kryetari i Partisë Social-Demokrate, Tom Doshi, akuzoi kryetarin e Bashkisë Shkodër, Benet Beci, se po e dëmton qytetin bregdetar me ndërtimet pa leje, ndërsa i bëri thirrje SPAK-ut dhe BKH-s që të hetojnë krimet zgjedhore në Shkodër. Nuk e kishim njofta që është sot në Bashkisë Shkodrës, sa i pasa kanë infiltruar Mjesa Liberisht për 2 vjet. Ky njeri s'ka bën si gjanë Velipoj, veçse ka prish lokalet dhe ka bën veç dëm. Po bëhen krime zgjedhore në Velipoj. Janë bën ndërtime pa leje, në këmbim të votave. Unë i bëj thirrje BKH-s dhe SPAK-ut të vinë dhe të merret me krime zgjedhore në Velipoj dhe në Bashkinë e Shkodrës. Tom Doshi tha se Bashkia Shkodër dhe IKMT-ja, që lejojnë ndërtimet pa kriter në bregdetin e Velipojës, vetëm pak ditë më parë pezulluan punimet dhe gjobitën një familje në nevojë në Trush të Bërdicës, ndonse ndërtimi i banesës po bëhej për bamirësi. Ju keni pa se çka ka ndodhur në Trush, një grup me jetima, Benet Beci ka nisë IKMT-n, tu ndërton pa leje në plazh, dhe atje që është mes fushës në Trush, shkojnë i pezullojnë dhe e gjobisin, është kaq i lig, kaq i vogël, sa që e çon vendin të merret me jetima. Tom Doshi kërkoi mbështetjen e banorëve të Velipojës për zgjedhjet e 11 majit.